Minutazha në vazhdim i rezervohet një këngëtari që kudo që shkon e bën për vete një publik të tërë. Bëhet fjalë për Genc Lekën. Unë këta nuk dua të zbuloj asgjë, po e shijojmë ekskluzivitetin së bashku. Një këngëtar i dedikuar për performanca të mrekullueshme live. I ftuar në shumë data të rëndësishme për të zbukuruar gazmendet e ndryshme familjare. Bëhet fjalë për Genc Leka, ai ishte i ftuar në emisionin Zoom ku flet për nisjen e 2025-shit si një vit të mbar të paktën deri tani. Po mirë unis, si çdo vit që fillon mbar, me shëndet jemi mirë. Normalisht kemi fillu me projekte të reja. Ai më tutje thot se nuk do të mungojnë as datat në përmbrëmje muzikore, për në Zoom Genci tregon se si shkon krejt përgatitja për një mbledhi. Energjinë e marë, mas pari që una me në disponin të mirë, qatë natë kur ka me performu, normalisht energjia s'pungon. Pastaj vazhdoj me djemë, takuna me pjesëtash dhe grupit, me Valdrinën, me Vedatin. Aty fillon energjia jonë tamam, edhe për momentin jemi on top në përneja, inshallah do Zoti zgjatshëm. Unë jetoj edhe me projektin në Prishtinë. Edhe Prishtina gjithmonë është vendi ku na presin mas miri. Po ashtu në Prishtinë janë krejt, janë Prizrenit, janë Gjilonit, janë Ferizajt, krejt jena këtu edhe normalisht në Prishtinë kaloj mas miri, po normalisht edhe Ferizajt ashtu po on top, me neja, ashtu jetë shumë bukur. Por nëse krahasojmë një mbrëmje muzikore me dasmë, cilën e bën më me qejf Gence. Normalisht dasma është ma përgjithësi. Edhe normalisht stresi është më i madh, se neja shkon korini shumë, edhe u mbush, që thujnë parët i marrë. Po dasma është ma përgjithësi e madhe, normalisht stresi është ma qysh po kalojnë, qysh po hen qifti, qysh janë musafirta e mirë, se më thonë zvaret dhe shpi këngëtarit për me, që thujnë për me kallë atmosferën, normalisht pa unë edhe musafirt është shumë problematike. Unë mas pari kur dalë me u taku me dasmor, sen i parë që i thome du veç një njeri që mune po marrë me mu, pika e parë. Se ka si kusherini që ka ardhë, apo stafat me prish darsme në vëdën, edhe vjen thot, këno ti që të kongë, unë sakonisht nuk edhe urime për shëndetje shumë pak marë, për arsye që darsma shkon bas repertoarit tem, edhe di që është mas miri se unë i kam 5-6 darsma, për shembull ai martohet vetëm një herë, edhe nuk, faktikisht nuk e din renin e darsma fort, edhe i thom, ka mundësi më malon veç një unin mu, unë e mirëna me të, edhe normalisht me menaxhimin e sallës darsma ka më shku perfekt, gjithësysh nëse dojnë, na me marrë dheqin. Që 99.9% thojnë, ta besojmë ty të kena thirë, edhe dheqin. Ate ngacmuan pak edhe për bakshishin në dasma, cilat reve ka më të theksuar këtë pjesë. Prizren Suare Gilan, qytetëria. Genci pohën faktin se krejt verën e ka të mbushur me data. E 2 muajt që i ka në qef janë pa dyshim korriku dhe gushti, për arsye se diasporën e kemi këtu. Nëse një beqar që po e sheh dëgjon për momentin këtë intervist, sa para duhet i bëj gati për Lekën. Ata dasmor që më thirrin mu, pavarësisht e din çmimin. Unë kam një çmim modest, nuk e kam haj si këta, kam qef edhe unë me bo, normalisht se për shatë punë e investoj, për shatë punë punoj. Çdo punë të na mendojnë që kaq se këta i kanë senet, i kanë renat, apo kupton, gjithmonë është ky paragjykimi, po videoklipi, tek shkruesi, studio, ajo kjo, domethënë ka kosto shumë të madhe për me më rrina deri nashta me bo çmimin që e kam bo, vite duhet me investu, për me orë drejt e shajo. Që tu kesh kuptohë njerëzit, po këto janë që thojnë mu minë që kënej më dalin kënej, nuk mirëna me këto. Unë e mirëna me punën tem, mundona sa ma mirë me performu, ku dë që t'jem. Mos mja hongër hakun kur kujt, mja shti hilen që thojnë, jep maksimumin
për dorësën ose për nej, u mundet me marrë edhe ai diasporës, edhe ky që e ka rrugën 500 euro këtu, edhe si cili e kanë derën qelte unë. Ka ndodhur raste, shumë raste kur ka thonë e kom kërku çmimin tem, unë ka thonë Gens, nuk kom, beson zot nuk kom. Ashtu ma po më çuço, pa parë, unë s'di. Më me thonë kur kom fillu karrierën tem, shumicën e lokaleve, na shtave dorsma, kena shku me një çmim shumë modest, edhe pa parë. Apo kupton? Do ma kanë ditë, do s'ma kanë ditë, po me rëndësi, unë ja kom ditë vetin dhe i falenderoj shumë edhe bendin tem, se normalisht është përgjësi e madhe me marë, me thirë dikon me thonë Valdrin nëse Vedat, merr instrumentet, hajde se kena me shku me performu pa pare. Apo do në shumë e ronë, po këta gjithmonë më kanë kuptu. Të kalojmë tani tek një gjë tjetër nga të gjitha zhanret që servojnë për publikun e gjerë. Genci thekson se baladet, po i do publiku më shumë. Normalisht baladat janë ato që më plejnë shpirt, dhe kom kuptu që populli jonë i dënë. Jo veç pse ty të flejnë edhe normalisht duhesh me mundu me i servu. Po populli tonë kanë qef ma shumë balada, edhe normalisht me ato jenë ma shumë e fokusum, edhe dhe që tash jenë tu pritë, sidomos ka nga e fundit është kogja mirë të me hecë. S'pëdia me qitë me njerë se kom gatsh me këtë tjetërën, s'pëdia me qitë me njerë këtë tjetërën që mos me zonë shumë, po për momentin është perfekt. Unë e kom kuptu, faktikisht që audiencën teme, e kom shumë Instagram. Apo kupton, edhe unë kur t'i shoh njerëzit që më shkruajnë, edhe mi bojnë share këngët, për mu që ajo është klikimi më i madh. Apo nëse veç çat sekuencë 30 sekonda, 40 sekonda e kanë dëgjuar në Instagram, për mu është shumë e vlefshme se sa nashta me hi. Normalisht edhe YouTube është pjesë e suksesit, po njerëzit tash janë bërë shumë koha shumë e shkurt, të lodhen nëpër puna, nashta nuk ka mundësi me shku, me kliku komplet këngën, me ngu për fillimit, po për mu, unë nuk jam absolutisht e vonë mas klikimeve. Nuk po e lë me na ik pa na përmend edhe një detaj mjaft interesant. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, këngëtari ka zbuluar se së shpejti vjen edhe me diçka të re, e deri atëherë shumë suksese për të. Krenar Krasniqin e kam kështu shok të shpirtit për qefi, me to edhe janëm familjarisht, edhe është një ndër suportuesit më të majtë mi për kur kom fillu unë me këndu, prej shumicës kolegëve të mi që nashta unë e kom prit mas shumëti, u kom krenari gjithmonë që më kam mbështet mas shumëti edhe e kom lëshkaman.